Është dashur java e fundit e fazës së dytë të kampionatit kombëtar të Superligës që Vllaznia Basketbollit të shpëtonte nga Ankthi për përfshirje në fazën play-off. Në përballjen me Apollonin, e cila ishte vendimtare për fatin e kualifikimit, kuqeblut e drejtuar nga trajneri Eni Llazani fituan me rezultatin e thellë 98-75. Edhe pse me 3 mungesa shumë të rëndësishme, Vllaznia nuk e vuri në diskutim për asnjë moment fitoren e kësaj ndeshje, madje pati momente në periudhën e tretë kur avantazhi i Vllaznisë shkoi deri në mbi 30 pikë. Me fitoret e dy periudhave të para, 29-15 dhe 30-15, Vllaznia shkon në pushimin mes dy pjesëve me avantazhin 59-30. Me fitoren e periudhës së tretë 23-22, Vllaznia mbyll atë me avantazhin 82-52. Ky avantazh jep luksin trajnerit Llazani të hedhë në fushë edhe lojtarët e Stolit, Edon Kuçin, Saad Kuplikun, Bujar Tafen dhe Islail Shabajn, të cilët dhanë sinjale premtuese për stafin teknik. Një periudhë kjo që fitohet nga miqtë e drejtuar nga trajneri Aldi Germau me shifra 16-23, por që nuk ndalon fitoren e merituar të Vllaznisë me rezultatin përfundimtar 98-75. Dy më të spikaturit e kësaj ndeshje për kuqeblut ishin Mauricio Walton dhe Elian Memçaj me 23 dhe 18 pikë të shënuara. Ky ka qenë qëllimi jonë që në fillim që se u afrova te Vllaznia që të dalim në katërshe. Domethënë kemi pas vështirësi të mëdha, edhe sot ishim me shumë mungesa. Megjithatë djemt kishin një dëshirë shumë të madhe sot për të përplas, për të tregu që gara jonë nuk marrën sot, po do vazhdojnë edhe në play-off. Djemt e ri janë gjithmonë qëllimi jonë. Besoj që edhe në vazhdim Vllaznia do i kushtojnë shumë vëmendje djemve të ri. Beslidhja është ekipi më i mirë në kampionat, padyshim. I investuam shumë mirë, i drejtuam shumë mirë. Mirë po ne do hymë fushë si të barabartë dhe do bëjmë maksimumin tonë. Tashmë betejë e kuqebluve të Koshit vijon në gjysmë finalen e fazës play-off, ku kundërshtari i saj është Beslidhja, me sfidën e parë që do të luhet me 10 prill në transfert. Sipas rregullores, për këtë fazë janë në dispozicion 5 duele dhe skuadra që arrin të fitojë 3 ndeshje kualifikohet në finale.